Përshëndetje shenja e demit. Sot do të interpretojmë kartat për javën 1-7 janar 2026. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakël. Gjendja juaj është me 3 shpatat, 4 monedat, 7 monedat dhe 8 kupat. Çfarë thon këto karta për gjendjen tuaj personale? Kjo javë nis me ndjenja zhgënjimi ose dhimbje të mbartura, ndoshta nga një situatë emocionale ose një vendim i vështirë. Ju jeni duke mbajtur fort diçka që tashmë nuk ju shërben më. Mund të jetë një emocion, marrëdhënie apo mënyrë të menduari. Megjithatë, ju keni duruar gjatë dhe keni bërë përpjekje të qëndrueshme për rritje. Tani jeni gati të largoheni emocionalisht nga ajo që ju ka mbajtur pas. Kjo është një javë e pastrimit dhe e lirimit të ngarkesave të vjetra. Me familjen kemi vdekjen, kalorësi shkopimve, faqja e shkopimve dhe rrota e fatit. Në familje ka një transformim të thellë me kartën e vdekjes, një dinamikë e vjetër po përfundon, duke hapur rrugën për energji të reja. Dikush në familje ose ju vetë tregon entuziazëm për një fillim të ri ose një fëmijë ose ndoshta një lëvizje apo ndryshim që sjell freski. Por rrota e fatit tregon se gjërat janë jashtë kontrollit tuaj. Ndryshimi është i pashmangshëm dhe sjell fat të mirë, nëse lejoni që gjithçka të rrjedh natyrshëm. Në dashuri kemi temperancën, balanca dhe shërimi, faqja e monedhave, 4 shkopinjt dhe 10 shkopinjt. Në dashuri jeni një proces harmonizimi dhe ndërtimi të ngadalt. Ju ose partneri juaj mund të keni filluar të investoni emocionalisht në marrëdhënie me durim dhe qëndrueshmëri. Keni nevojë për siguri dhe stabilitet, por duhet të mbani mend, po mbani shumë barr mbi vete. Mund të ndiheni të lodhur, duke u përpjekur për t'i bërë të gjitha vetë. Kjo është një thirrje për të ndarë përgjegjësitë dhe për të mos humbur ekuilibrin. Në punë kemi Hierofantin, njeriu varur, 10 shpatat dhe dielli. Në punë jeni duke kaluar një fazë pritje ose sakrifice. Rregullat, strukturat dhe pritshmëritë tradicionale ju kanë lodhur. Por pas një pike rrëzimi me 10 shpatat vjen ndriçimi. Dielli tregon qartësi, sukses dhe rifitim të vetbesimit tuaj profesional. Ju mund të çliroheni nga një barrë e madhe, ose të përfundoni një cikël të lodhshëm dhe të hyni në një fazë shumë të ndritur. Me prizëm orakël kemi vetëdijen. Çfarë thot vetëdija për ju? Atëherë, ju po zgjeroni ndërgjegjën tuaj këtë javë, po shikoni përtej sipërfaqes dhe po bëni zgjedhje më të vetëdijshme për veten, për dashurinë, për familjen dhe për karrierën. Kjo vetëdije është çelësi për të përballur çdo sfidë që ju del përpara. Kjo javë shënon një kthes të rëndësishme. Jeni në një udhkryq, ku dhimbjet e së kaluarës po transformohen në vetëdije dhe qartësi. Po hiqni dorë nga ngarkesat që ju kanë rënduar për të ecur përpara. Në dashuri dhe familje ka zhvillime që kërkojnë durim dhe mirëbesim. E përsa i përket punës, pas një përballjeje të fortë, ju pret drita e suksesit. Unë ju përqafoj dhe deri herën tjetër, kujdesuni për veten. Paçim!